Sot po jetojmë në një kohë kur krizat nuk janë më përjashtime, por janë bërë normalitet. Krizë besimi, krizë institucioni, krizë familjare, krizë morale, kriza gjithandej. Njeriu i sotshëm është i rrethuar nga pasiguria, në politikë, në ekonomi, në marrëdhënie shoqërore, në punën e tij, në sistemin e jetës ku është akomoduar dhe e vazhdon jetën e tij. Dhe pikërisht në këtë realitet të trazuar të cilën sot po e jeton njerëzimi, surja Jusuf nga Kurani nuk vjen këtu si një histori e largët, por na ofrohet si një pasqyrë e drejt për drejt e jetës sonë të përditshme. Surja Jusuf flet për tradhtinë brenda familjes, për padrejtësinë e sistemit politik kur jetonte, për manipulimin e së vërtetës, për tundimin e epshit dhe pasioneve dhe për mënyrën se si njeriu përballet me të gjitha këto, por pa e humbur vetveten. Nëse e lexojmë me sytë e sotëm, surja Jusuf na vendos përpall pyetjeve shumë konkrete dhe të cilat i ndjejmë për çdo ditë në lëkurën tonë. Çfarë të ndodh ty nëse goditesh nga më të afërmit e tu? Si sillesh kur sistemi nuk të mbron? Përkundrazi, të shtyp. Si reagon kur e vërteta mbulohet me propagandë dhe kur padrejtësia paraqitet si normë? Pyetje këto, të cilat i shtroj në fillim të kësaj videoje, nuk janë pyetje teorike sa për të thënë diçka, por janë realitet i përditshëm edhe në hapësirën shqiptare ku jetojmë, ku shpesh shohim tensione familjare, polarizime politike, linçime nga shumë njerëz në shoqërinë ku jetojmë dhe mungesë e besimit në drejtësi.